Kryetarja e Bashkisë Los Angeles shpalli gjendjen e shtetërrethimit në qendrën e qytetit, ku për disa ditë lëvizja do të kufizohet nga ora 8 e mbrëmjes deri në 6 të mëngjesit. Kryetarja e Bashkisë Los Angeles pretendon se e hodhi këtë hap me kërkesë të vetë banorëve, pasi mbrëmjen e një dite më parë ishin grabitur 23 dyqane në zonë e janë dëmtuar fasada me grafite. Ajo megjithatë i ka kërkuar presidenti Donald Trump të largojë 4000 trupat e Gardës Kombëtar e 700 marinsat dhe të jap fund mbastisjeve të Agjencisë Federale të Imigracionit me argumentin se po krijojnë tension dhe frikë. Ka më shumë trupa ushtarake sot në Los Angeles sesa ato të vendosura në Siri dhe Irak, thonë institucionet televizive lokale. Edhe pse Trump pretendon se pa trupat federale Los Angeles do të digjej, operacionet e kontrollit të protestave deri më tani janë kryer nga policia e Los Angelesit e mbështetur nga forcat e tjera vendore, ndërsa Garda Kombëtare është pozicionuar përpara ndërtesave publike. Trump i ka sulmuar kryebashkiaken Bass si dhe guvernatorin e Kalifornisë me pretendimin se kanë dështuar ta menaxhojnë situatën. Po të mos kisha dërguar trupat në Los Angeles, ai qytet sot do të ishte në flag, deklaroi presidenti duke shtuar se synon të çlirojë Los Angelesin, ndërsa insiston që protestat u organizuan nga rebelë të paguar.